Tadish e këndon Lerdit Turmeta. Kënga Tadish me tekst dhe muzikë nga Leon Lekaj, orkestrim të Ilir Zogës dhe interpretuar nga Glerdit Turmetaj, u shpall fituesja e edicionit të 10 të Festivalit të Këngës Lule Bor, eventi që ka krijuar traditën e vet në Shkodër. Një emocion i papërshkueshëm. Normalisht një ëndër që realizohet, për mua është surprizë e madhe dhe jam shumë i lumtur. Çmimi i dytë i Jodha Këngës Shkodër Loce, interpretuar nga Laurian Elli, ndërsa çmimin e tretë e mori kënga Rrugicat e Shkodrës në interpretimin e Martina Serreqit. Lule Bora nga viti në vit po rriten edhe ne artistikisht dhe është gjaja më e mrekullueshme që në Shkodër dhe duhet më marrë shumë fort ky festival. Me kënu për publikun shkodran, është një dashuri edhe nuk ka më shu kur kjo njën që kam për Shkodrën. Ky edicion jubilar i Lule Borës në ndrejtimin artistik të soprano Sinva Mula dhe kompozitorit Zef Çoba, dëshmoi edhe një herë se festivali mbetet një vlerë e çmuar në traditën muzikore qytetare të Shkodrës. Shkodra ka një avantazh madh, që ka një bazament shembullor, ka një trashëgimi brillante, që ka një fizionomi kaq bukur të përcaktuar dhe kjo ka mundësi të ushqejë, të inspirojë krijuesit e ri, qoftë autorëve të teksteve, qoftë edhe kompozitorët. Nga 16 këngët pjesëmarrëse të këtij edicioni, 8 prej tyre konkurruan në natën finale, e cila përveç garës artistike dhuroi për publikun një mbrëmje plot emocione, muzikë dhe atmosferë festive me pjesëmarrjen e artistëve të njohur të skenës shkodrane e shqiptare.